Përshëndetje miq, mirë se erdhët sot në Të jetosh besimin. Ky është meditimi i ditës së sotme dhe unë sot do të flas për shëmbëtyrën e derës së ngushtë. Jezusi tha: "Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur rruga që të çon në shkatrim, dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të, por e ngushtë është dera dhe e vështirë rruga që të çon në jetë." Kjo shëmbëtyrë është një thirrje e drejtë për drejtë për vendimarrje. Jezusi nuk na flet për shumë rrugë, por vetëm për dy. Jo për shumë porta, dyer, por vetëm për dy. Njëra rrugë është e gjerë, e rahatshme, e mbushur me turma njerëzish. Tjetra është e ngushtë, kërkon përulësi, zgjedhje personale dhe guxim për të qenë ndryshe. Dera e ngushtë nuk është e tillë, sepse Zoti dëshiron të përjashtojë, por sepse egoizmi ynë është shumë i gjerë për të kaluar pa u përulur. Një figurë nga historia e kishës që e mishëron këtë të vërtetë është Shën Antoni i Madh. Ai hoqi dorë nga pasuria, statusi dhe jeta e rahatshme për të ndjekur Krishtin në shkretë të tjerë. Nuk e bëri nga urrejtja për botën, por nga dashuria për të vërtetën. Ai e zgjodhi portën e ngushtë, sepse donte jetën e vërtetë. Ai thoshte: "Kudo që shkon, mbaje Perëndin përpara syve të tu", siç thoshte edhe Epikteti. Liria nuk fitohet duke bërë atë që do, por duke mësuar të duash atë që është e drejtë. Ndaj lejoni të ndaj për ju disa të vërteta që dua të mbesin sot. E para, shpëtimi është personal, jo kolektiv. Të gjithë janë të ftuar, të thirrur, por secili duhet të hyjë vetë. Është një vendim individual që duhet merret për të ndjekur Zotin. Askush tjetër nuk kalon përmes derës përveç se ti, një person. Së dyti, dera e ngushtë kërkon dorëheqje nga vetja. Nuk kalon dot me krenari, me egoizëm apo me barrën e mëkatit. Së treti, dera e ngushtë është rrugë jete, jo rrugë rehatie. Ajo nuk është më e lehtë, por është më e vështirë. Është më e vërtetë. Dhe në fakt, është më e vështira. Agustini do të shkruante: "Shumë ndjekin Krishtin deri tek buka, tek ushqimi, tek bekimet, por pak deri tek kryqi." Miq, shoqëria jone adhuron shumicën, turmën, influencën. Ajo që bëjnë të gjithë duket automatikisht e drejtë, por Jezusi na mëson: e vërteta nuk matet nga numrat. Kierkegaardi do thoshte: "Turma është e gënjeshtërt, jo sepse njerëzit janë të këqij, por sepse në turm njeriu humbet përgjegjësinë personale." Ndaj, mbase Zoti sot na pyet: cilën portë je duke zgjedhur çdo ditë? Jo me fjalë, por me mënyrën se si ti jeton. A je duke ndjekur Krishtin sepse ai është i vërtetë, apo sepse është i pranueshëm dhe të bekon? Çfarë duhet të lësh pas për të kaluar përmes derës së ngushtë? Dera e ngushtë sot mund të duket si bindje kur është e vështirë, ndershmëri kur mashtrimi është më i lehtë, falje kur hakmarrja duket më e drejtë, përulje kur krenaria kërkon të zërë mendjen edhe zemrën. Ndaj miq, me këto të vërteta le t'i lutemi Zotit së bashku këtë mëngjes. Zoti Jezus, më jep guxim të zgjedh derën e ngushtë edhe kur jam vetëm, edhe kur është e vështirë. Më zhvish nga gjithçka që më pengon të kaloj drejt jetës së vërtetë. Mos më lër të jetoj sipas modelit të masës, së turmës, por sipas të vërtetës tënde. Bekoj burra dhe gratë që janë duke më ndjekur këtë mëngjes. Lutem o Zot që ti t'i mbrosh, t'i udhëheqësh dhe t'i drejtosh pikërisht tek shtegu i ngushtë i besimit. E qofshin të bekuar, Zot, dhe t'jetë e mundur për të gjithë ata që të hyjnë përmes derës së ngushtë që të çon në jetë. Jezus, ti je dera. Ti je dera e ngushtë. Mësimi yt, personi yt, çka ti ofron. Në emrin tënd ne lutemi. Amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi, i kësaj dite. Lutem që të ketë qenë bekim për ju. Nëse po, ndajni me miqtë tuaj, që edhe ata të marrin pakës dritë nga kjo dritare që ne kemi hapur për gati 100 ditë, që nga dita e parë e vitit 2026 me hirin e Zotit do të vijojmë deri në fund, pra deri në ditën e 365 të këtij viti. Zoti ju bekoft, mezi pres ju takoj sërish në meditimin e radhës.